Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht do përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën shpjegimi i emrit të Allahu Gjelle Shanuhu El Basir, që në gjuhën shqipe është gjithshikuesi. Vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij na drejtohet dhe na thot kështu: An Abi Hurajra radhiyallahu anhu qal, tregon apo transmeton Ebi Hurajre se pejgamberi alayhi salam ka thënë: Inna lillahi 99 isman. Allahu i ka 99 emra. Men ahsaha dakhala al-janna. Kush i din, kush i mëson, kush i ruan dhe kush i praktikon këto 99 emra të Allahut të lartësuar, do të hyjë në xhennet. Një nga këto 99 emra të Allahut të lartësuar është edhe emri i tij El Basir, pra gjithshikuesi. Gjithshikuesi. Ky emër në Kur'anin famulart është përmendur në 42 ajete. Pra, se ky është një nga emrat e Allahut të lartësuar, është një nga emrat e Allahut të lartësuar, dhe cilësitë e tija dëshmon pra vetë Allahu në Kur'anin famulart, ku ky emër përmendet 42 herë. Në një ajet, Allahu i lartësuar na thot kështu: Wattakullah wa'lamu anna Allaha bima ta'maluna basir. Wattakullah, pra wattakullah, kini frikë, respekt Allahun. Jini të devotshëm ndaj Allahut. Keni frikë Allahun që t'i shkelni kufit e tij, dhe keni frikë Allahun, respektone të madhin Allah, duke i zbatuar mësimet, urdhrat e tij. Pra në formë, në mënyrë direkte, Allahu Gjelleshanu kërkon prej neve që të jemi të devotshëm, të kemi frikë, respekt ndaj Allahu të lartësuar. Pra, wattakullah. Më thjesht, çfarë është frikë, respekti ndaj Allahu të lartësuar? Është të veprosh urdhëresat e Allahut dhe të ndalosh nga ndalesat e tij. Kjo do të thonë është takwa apo frikë, respekt ndaj Allahut të lartësuar. E pastaj çfarë na thot Allahu i lartësuar? Wa'lamu anna Allaha bima ta'maluna basir. Kjo është e rëndësishme. Wa'lamu, pra wa'lamu, dijeni, binduni, çfarë? Se Allahu është gjithë vëzhguesi, ju shiqon gjithçka
çfarë ju veproni në jetën tuaj. Pra na u bë e qartë se një prej emrave të Allahut të Lartësuar është që ai është gjithë shikuesi, gjithë vëzhguesi, pra i cili shiqon çdo gjë. Në një ajet tjetër kuranor, Allahu Gjellëshanuhu po ashtu na drejtohet dhe na thot kështu: innehu bi kulli shay'in basir. Vërtet që ai, Allahu i Lartësuar, bi kulli shay'in basir, është gjithë shikues i çdo gjëje. Pra besimtari, kur e dëgjon këtë emër të Allahut të Lartësuar, kur e dëgjon këtë cilësi të tij, se ai shikon gjithë shka tek ne, vërtet besimtari duhet të analizoj pak më thellë këtë emër, të analizoj pak më thellë të cilësitë të Allahut të Lartësuar, edhe të bëj llogari që të reflektoj nga ky emër i Allahut të Lartësuar, që ai është El Basir, gjithë shikuesi. Nëse pyet për kuptimin pak më gjërësisht të këtij emri të Allahut të Lartësuar, gjithë shikuesi, apo gjithë vëzhguesi, padyshim që Allahu është El Basir, gjithë shikuesi. Ai sheh gjithë shka. Ai vëzhgon gjithë shka. Shikimi i tij përfshin çdo gjë. Ati nuk i fshihet asgjë nga shikimi i tij. Ai sheh të gjithë botët në çdo cep të tokës e të qiejve. Sheh atë që është më e fshehta, në fshehtësitë më të fshehta, ai i sheh ato. Sheh zvaritjen e milingonës së zezë mbi gurin e zi në errësirën e natës. Sheh të gjitha pjesët madje të brendshme dhe të jashtme të saj. Lëvizjen e fuqisë madje në gjymtyrët e saja më të holla. Ky është shikimi i Allahut. Sheh rrjedhën e ujit në degët e pemëve, që nga toka, nëpërmes rrënjës, trungut, degëve, ujitet edhe gjethi më i largët, edhe fruti më i largët i pemës, edhe atë ujë që shkon dhe ujit, edhe atë e sheh Allahu. Allahu i sheh kështu të gjitha bimët, me të gjitha llojet e tyre, madhësinë, format, si dhe rrënjët dhe degët e tyre. Kjo shikimi i Allahut. Ai sheh rrjedhën e lëngjeve në damarët e milingonës, të bletës, mushkonjës dhe të krijesave tjera edhe më të vogla se ato. Ai sheh lëvizjet e bebzave të syrit dhe qepallave të tyre, dhe lëvizjet madje më të fshehta të zemrave tona. Atëherë kur do të bëj lëvizjen më të vogël, më të imët zemra jon për diçka,
edhe atë ai e sheh. Po ashtu ai sheh atë që ndodhet në 7 kat tokë, sa e madhe qoftë dhe sa e o vogël e ime qoftë, ai sheh atë që ndodh në 7 kat qiej, e madhe qoftë apo e vogël qoftë. Ky është shikimi i Allahut të lartësuar. Kështu që ne që i besojmë këtij Zoti i cili kështu e ka shikimin e tij, padyshim që ky besim në këtë emër të Allahut që ai shikon gjithçka, madje i shikon emocionet tona, i shikon niyetet tona, i shikon edhe veprat tona. E ky iman, ky besim në emrin e madh të Allahut të lartësuar, El Basir, gjithshikuesi, padyshim ai lën gjurmë në zemrën tonë, ai lën gjurmë në mendjet tona, ai lën gjurmë edhe në gjymtyrët tona. Një nga ato gjurmë që lën besimi dhe bindja se Allahu është El Basir, i vetmi Zot që është El Basir, gjithshikuesi, është edhe ajo se me të ne pohojmë cilësinë e Allahut të lartësuar, se ai është i vetmi Zot, edhe pse të tjerët pretendojnë për zotra të tjerë. Nëpërmes kësaj cilësie, ne dëshmojmë se i vetmi është Allahu i lartësuar, Zot i plotësuar me gjithçka, i kompletuar nga gjithçka, i pastër nga çdo mangësi, të cilën ja përshkruajnë atij dikush tjetër. Pra, Allahu i lartësuar, që është gjithshikues, kjo tregon për kompletimin, lartëmadhërinë, lartësinë e Allahut të lartësuar. Allahu thot: Kul hel yastawi al-a'ma wal-basir. Pyeti, thot, thua ju, a është i barabart ai që sheh me atë që nuk sheh? A janë të barabart? E fela tatafakkarun? A nuk analizoni? A është i barabart? Po analizojmë, a janë të barabart? Jo. Kush është më i plotësuar, më i kompletuar? Ai që sheh. Asaj kompletuar është lartëmadhëria Allahu që shikimi i tij është në këtë formë. Pra e shifni se cilit Zot, elhamdulillah, i besojmë me këtë cilësi, që ai sheh gjithçka në gjithësi që ekziston. Pra ky është Allahu i lartësuar. Pra nëse nga cilësitë për të qenë i kompletuar, qenë ka të shohish për dallim nga ai që nuk sheh, analizonja, o vëllezër të dashur, këtë na thot Allahu: e fela tatafakkarun? A nuk analizoni? A nuk studioni që të bindeni dhe të shihni se kush është Allahu, dhe sa i madh është Allahu, sa i lartësuar është Allahu, i cili sheh gjithçka në gjithësi. Allahu i lartësuar, duke i qortuar jo besimtarët që nuk i besojnë Allahut, ose të tjerë që besojnë zotra të tjerë, duke i qortuar ata, duke e thirrur logjikën e dopt të tyre në besimin e tyre, çfarë ju thot? A ju thot kështu:
Elehum arjulun yamshuna biha. Shif çfarë argumenti logjik Allahu ju paraqet atyre që besojnë zotëra tjerë përveç Allahut. Shif çfarë argumenti logjik. Kjo për ne çfarë është? Rritje e imanit, forcim i tij, kënaqësi, ndërsa për të tjerët është argument. Shif si i drejtohet Allahu logjikës. Për atë Allah thot: Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Ilm, me dije bindu se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, me dije. Dhe Allahu e fton, e thirr dijen e logjikës. Çfarë i thot? Elehum arjulun yamshuna biha. A mos kanë këmbë ata zotrat tuaj që ju besoni? Am lahum aydun yabtishuna biha. A mos kanë ata duar që të mbajnë? Am lahum a'yunun yubsiruna biha. A mos kanë syme të cilët ju shohin juve që ju mbrojnë, që u rregullojnë çështjet tuaja? A shohin zotrat tuaj? Am lahum adhanun yasma'una biha. A mos kanë veshme të cilët dëgjojnë ata, që u dëgjojnë juve nevojat tuaja, lutjet tuaja? A i plotësojnë këto cilësi? Nuk i plotësojnë fare. Nuk i plotësojnë fare, ndërsa Allah është i plotësuar me këto cilësi. Zotrat e tyre që i kanë bë vet ata, nga drujt, mermerët, materialet e ndryshme, ata as nuk shohin, as nuk dëgjojnë. Po ashtu të tjerë që i besojnë dikujt tjetër si Zot dhe Gjali i Zotit, kësa është shikimi atij, është i kufizuar. Ndërsa krahason një Zotin që ne i zojmë besë që është i vetmi i vërtet, që ai sheh gjithë shka, shif çfarë krenarie, shif çfarë kënaqësie t'jep kur i beson Zotit që është i kompletuar. Nëse i beson vetes tonë se ai që sheh është më i mirë që ai që nuk sheh ose më i kompletuar. Si ke mundësi mor Zotni ti besosh një Zoti që është që ti je më i kompletuar se ai dhe kthesh e adhuron atë? Pra a shifni se bindja dhe cilësia, bindja dhe besimin e cilësinë e Allahut që është gjithë shikues, na kënaq, na forcon neve atë bindjen tonë në Zotin e vetëm të vërtetë. Si gjurmë të dytë, o vëllezër të dashur, që na lën në shpirtin tonë besimi në emrin dhe cilësinë e Allahut që ai është El Basir, gjithë shikuesi. Allahu është edhe ai i cili shikon gjendjen e robërve të tij. Ai shikon cili meriton udhëzimin dhe cili nuk e meriton udhëzimin. Dhe ai i ka sjellur këtu që dokumentoj se ty ishe ai që e kishe udhëzimin por e refuzove. Ndërsa Allahu e din këtë edhe para se të na krijoj. Allahu i lartësuar e din edhe ati që jep nga pasuria e tij, se dhënia e pasurisë për të është e dobishme. Shumë është pikë e rëndësishme që kjo. Nëse e kapim që këtë pikë, a disa të qetësohemi, o vëllezër? A disa të qetësohemi? Allahu e din se ati që i jep më shumë pasuri, ai e din se ajo është më e hajrit për të, dhe ati që i jep më pak e din se ajo është më e hajrit për të. Pra shifni se si Allahu shikon gjithë shka, dhe nga shikimi i tij vepron me urtësi për gjithë shka. Çfarë thot Allahu? Walau basata Allahu rizqa li ibadi la baghaw fil ard. Dhe sikur Allahu të zgjeronte atyre pasurit, që jepte shumë pasuri dikujt, shumë pasuri,
ato thot do ta kishin tepruar dhe do të kishin shkatruar gjithçka në tokë. Dhe më thënë që ka ma e mirë, kur Allahu e kufizon për çdo njërin me urtësinë e tij. Walakin yunazzilu bi qadar. Por Allahu pasurin e jep bi qadar. E jep me caktim. Kuj ma shumë, kuj ma pak, pse ai na shef, ai na din, ai është gjithë vëzhguesi dhe e jep mbi bazën e dobis për ne. Se nëse çdo njerit na pyet neve këtu që të bindemi në këtë fakt, nëse t'japun pasuri dhe ajo pasuri do bëhet sebeb me një vetur që shtrenjtë dhe jesish invalid, a i kështë dash pasurin? Jo, se kështë dash asnjani. Pra e shifni se Allahu shef gjithë shka. E ky është Allahu. Dhe vepron me urtësinë e tij. Po vetëm neve na ngele ta bëjmë rolin ton. Tjetër elhamdulillah që është gjithë shka në dorë të Allahut. Innahu bi ibadihi khabirun basir. Vërtet Allahu është në dijeni të plot ri rahat. Në dijeni të plot të gjithë gjendjeve tona, edhe çfarë është gjithë vëzhguesi. Allahu xhalleshanuhu sheh robrit e mi të mirë që respektojnë mësimet e Zotit dhe të tjerët që nuk i respektojnë ata. Thot Allahu në Kur'an: "Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Ai është që ju krijoi juve nga ju ka besimtar dhe jo besimtar. Me një vend tjetër thot: "Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadi khabiran basira." Dhe i mjaftueshëm është Zoti që me dijenin e tij është gjithë vëzhgues, shiqon gjithçka çfarë ju veproni nga mëkatet tuaja. Pra ky është Allahu i lartësuar. Pastaj do t'i shpërblej të gjithë në bazë të punëve dhe veprave tona. Çështje e tretë, si gjurmë të tretë, dhe është ndoshta më e rëndësishmja, që na lën tek ne ky emër i Allahut të lartësuar, është edhe ajo që Allahu pasi kuptuam se është gjithë shiquesi, është gjithë vëzhguesi, detajisht gjithçka. Kjo na bën t'i ruajmë ne, o vëllezër të dashur, organet tona nga gjinahet. Atëherë kur unë do t'a di se Allahu ma dje i sheh niyetet e mia, lëvizjet e zemrës sime, lëvizjet e qepallave të mia, lëvizjet gjithçka sheh. Kur do ta mësojmë këtë më shumë, do ta ndjejmë më shumë, do ta përjetojmë më shumë. Çfarë do të jetë? Kjo është shkaku më i madh që i mban nën kontroll organet tona, gjymtyrët tona nga mëkatet. Dhe dija në emrin dhe cilësinë e Allahut, se ai është gjithë shikuesi, është nga sebepet kryesore, çfarë që neve na nxit, çfarë të bëjmë vepra të mira e të largohemi nga veprat e liga. Allahu që në thot: "Alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin." Thot për Muhammed sam, ai është i cili të sheh ti kur ngrihesh, pra në tahajjud të falësh namazin e natës dhe lëvizjet e tua në mesin atyre që bien në sejdë, pra gjithçka Allahu sheh. E kur ne jetojmë e ndjejmë këtë, kjo është nga shkaqet kryesore që neve na ndihmon që ne të jemi nga ata të cilët largohen nga të këqijat, i realizojnë të mirat. Ndërsa Allahu me këto na fton që ne në vazhdimsi ta rrisim këtë ndjenjë, o vëllezër, kjo është më e rëndësishmja. Na fton në vazhdimsi ta rrisim ndjenjën e këtij emri dhe cilësie të Allahut, që Allahu më sheh. Ai kërkon prej neve që ne ta edukojmë shpirtin ton, niyetet tona, të edukojmë gjymtyrët tona,
dal ka dal, të arim që gjdo lëvizje tonën të brendshme në shpirtin ton, në trurin ton dhe në lëvizje tona, ta e bëjmë duke pasur Allahun parasysh. E nëse unë dhe ti e arim këtë gradë, këtë shkallë, atëherë kemi arritur gradën më të lartë të imanit, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fa akhbirni anil ihsan, e pyeti në hadithin e njohur Xhibrilin, tha më trego ç'është ihsani, e pyeti Xhibrili Muhamedit, çfarë ju përgjigj? En ta'budallaha ka'annaka tarah, ta adhurosh Allahun sikurse e shef. Kjo është ajo që kërkohet prej neve. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ti e di se nuk e shef Allahun, po aq është e fortë ndjenja që ai të sheh, sa që ti gjithçka vepron duke pas parasysh Allahun se ai më shef. Kur lëviz zemra, do lëviz me Allahun më shef. Do lëviz truni, logjika se Allahu më shef, do lëvizin gjimtirët se Allahu më shef. E kur të arrim këtë, kemi arritur më të lartën, më të madhen. Lusë Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na bëj neve ja Allah. Bëri fëmijët tonë dhe bëri barë besimtarët musliman nga ata të cilët jetojnë, veprojnë me zemrat e tyre, me niyetet e tyre, me të menduarit e tyre, me veprat e tyre, duke të pasur ty parasysh gjithmonë se ty sheh gjithçka. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.